Sot të gjithë dhe dini që kjo seancë është kushtetuese. Të gjithë. Edhe çdo qytetar që na shikon e din, se çdo kush e lexon këtë tekst. Çdo kush, edhe nënkryetaria e kuvendit që reagon, edhe ministri i financave reagon, e din. Po ju po doni me tregu sikur jeni të interesuar me mbrojtjen e qytetarëve të Kosovës. Dhe kjo seancë është fushat elektorale për zgjedhjet. Po, do të ketë zgjedhje të reja. Mos e përdorni kuvendin me bë fushat. Ky vend s'është për fushat. Qytetarët e Kosovës duhet ta dinë që nëse do të kishte vullnet për kësaj qeverie, do të gjendej zgjidhja për 9 muaj e nuk do të lihej ditën e fundit. Nuk e keni hall interesin e qytetarëve të Kosovës. Për me tregu që kjo seancë ka logjik si mund të formohen komisione parlamentare kur nuk është definuar kush është pozita dhe kush opozita në këtë vend. Se komisionet themelohen mbi bazën që njëra parti merr një antar komisioni sipas opozitës, njëra sipas faktit që janë opozitë. S'ka Kosova opozitë dhe opozitë sot. S'mund të formohen komisione parlamentare. E para, e dyta, miratimi i projekt ligjeve. Qeveria jonë është qeveri në detyrë, jo qeveri në dorëheqje. Unë e kam këtu me vete ligjin për qeverinë. Neni 31 thotë që qeveria në dorëheqje thotë nuk mund të paraqes në kuvend projekt ligje. Dhe po ashtu ky ligj thotë që këto kufizime, neni paragrafi 5 i neni 31 thotë vlen edhe për qeverinë në detyrë, këtë qeveri që e kemi ne. Pra, nuk mund të procedoj ligjin kuvend. I vetmi përjashtim bëhet për qeverinë në dorëheqje thotë ka drejt me propozu ligjin për buxhetin kuvend. Kjo nuk është qeveri në dorëheqje, kjo është qeveri në detyrë. Përjashtimi vlen, zoti Murati, vetëm për qeverinë në dorëheqje, jo qeverinë në detyrë. Unë do ta lexoj, meqense ka nevojë me lexu, thotë përjashtimisht, pra nga ajo e mos propozimit ligjeve, qeveria në dorëheqje ka drejt të propozoj kuvendit miratimin e buxhetit të Republikës Kosovës. Ka që thjesht, qeveria në dorëheqje. Pse? A do me lezu paragrafin 5? Mirë, Ministri i Drejtësisë, ish ministri kërkon. Kufizimet e përcaktuara në këtë nen vlen edhe për qeverinë siç është përcaktuar në 28 për qeverinë. Qeveria atu flitet për qeverinë detyrë, mos i përzi. Shikon, unë jam i bindur që ti nuk e din çfarë qeveria në dorëheqje dhe çfarë detyrë. Mos u ndërhyj. Mos abuzo me detyrën. Jeni nënkryetare e kuvendit, unë jam deputet, unë po moj fjalë se kam me ty debatën e kam me qytetarët e Kosovës. Prandaj ju s'keni drejt propozoni ligj dhe ka një arsye pse, që po shpjegoj pse kjo kështu. Sepse kur qeveria është në dorëheqje, kuvendi që ka zgjedhur atë qeveri vazhdon të ekzistojë dhe ka lidhje legitimiteti midis qeverisë në dorëheqje dhe kuvendit aktual. Ky kuvend, të nderuar koleg, nuk ka asnjë lidhje me qeverinë ekzistuese. Kuvendi që ka zgjedhur qeveri nuk ekziston. Ai kuvendi takon historisë. Nuk mund të vini këtu. Qytetarët nderuar që na shikoni, për me ilustru këtë, çka nën kupton kjo? Kjo nën kupton që kryeministri Kurti, të cilin unë e kam përballë këtu në rreshtin e parë, dhe ministrin e financave, po doin me dalë këtu me propozu ligjin për buxhetin, edhe me shkunja 5 hapa dhe me ulë me votu si deputet për këtë ligj. Nuk mund të ndodhë kjo. Është absurde. E ndalon ligji, po ndalon dhe logjika. Nuk është më orë këtu, zoti Kurti me propozu ligjin, zoti Murati, edhe me ulë në rreshtin e parë të kuvendit, edhe me votu. Nuk mundesh. Thjesht nuk mundesh. Dhe argumenti i fundit, për juve zoti Murati, gjykata supreme që vlen për këtë qeverinë ka nxjerr vendim. Ka thonë, nuk keni drejt me qëndru ministër. Ju po i mbani në mënyrë jo kushtetuese funksionin e ministrave, kryeministrit dhe deputetëve. S'mund të mbani funksione të dyfishta. S'mundeni, thjesht se keni ky ligj edhe kushtetuta që është fuqi e ndalon këtë. Nuk munda me luni teatr të absurd ku ju bëni herë ministra, herë kryeministra, herë deputet. S'mund t'i luni gjitha funksionet. Fakti që keni thirrë një seancë në orën 11 me miratu këto ligje, tregon që në orën 12 jeni dorëzuar për Glaukon Jufcën. Se po të bëj kryeministër Glaukon Jufca në orën 11, në orën 14 do të ishte seancë kushtetuese. Jeni dorëzuar. Pra s'mund të zgjidhet. Dhe unë ju thëmë një diçka, ju do të hyni në historitë Kosovës si partia e vetme që dështojnë 2 kandidatë për kryeministër. Në këtë kuvend s'ka njëri tjetër që ka marrë mandat prej shefit shtetit Kosovës, prej presidentit, edhe ka ardhur dhe ka dështu, do të bëni partia e dytë. Unë nuk mendoj që ata që ju kanë votu kanë pritë të sillen i kështu. Edhe unë kërkoj, si deputet i këtij kuvendi, jo mbetu me mbrojt kushtetutën dhe ligjin, në tentativë betimi, të ndërpritet kryetar kjo seancë. Edhe të mblidhemi seancën në orës 14, se kjo është një seancë komplet jo kushtetuese.